Për mua, për shumë lojtarët që kanë pas këtë Tiranë kanë qenë dy emra faktikisht. Një ka qenë i Dinamos që Sulejman Demollari. Më kujtohet një herë, unë kam qenë shumë temperant, agresiv, i shpejt, luftarak. Edhe më bëjnë me marku Sulejman Demollarin gjatë lojës. Mas 20 minutash që Gjurgjeteli ma ndryshon markaturën se s'kuptova asgjë. Aq potencial fort ka pas ai. Kurse nga këto lojtarët kam pas një lojtar që është Shkëlqi Muça. Për Kosovën është akoma edhe sot që bëj këtë punë që jam trajner, nuk e kam kuptuar ai a 5 vjet kemi netur bashkë. A luante me djathtën a me të majtë. Një lojtar formidabël, lojtar që ka bërë në kupat e kampionave gol, në atë kohë po flas. Lojtar që Dinamos Bukurestit gol, më duket se ka bërë gol edhe kundër Bayernit, po se majmet, s'më kujtohet se kemi lozur me Bayernin në Tiranë, ka mujtur 3-1, durse, jo, 3-0 në Munich dhe në Tiranë 3-1. Po ai Bayerni frikshëm, që ka qenë në Augenthaler, qendërmbrojtës, që kur e kam pa, është hera e vetmja herë që kam pas frikë kur e kam parë atë. Ishte dopja im. U isha fëmijë atë kohë, po flasim viteve 88,